Gjatë punimeve të komunitetit politikës së jashtme të Internacionales Socialiste, kryeministri Edi Rama u ndal te reforma në drejtësi duke theksuar rëndësinë e saj për vendin, por edhe kostot njerëzore që ajo sjell. Sigurisht, nuk mund ta fshej që nga pikpamja njerëzore nuk është e lehtë të shohësh njerëz që i njeh prej kohësh duke u përballur me drejtësinë. Megjithatë, ato janë të pafajshëm derisa të provohen fajtor dhe këto janë procese që kërkojnë kohën e tyre. Ajo që është krejt e re dhe revolucionare për Shqipërinë është fakti që kemi pastruar sistemin e drejtësisë përmes një procesi verifikimi dhe kemi kaluar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv në pushtetin gjyqësor. Duke folur për procesin e integrimit evropian, Rama theksoi se Shqipëria po shfrytëzon potencialin e inteligjencës artificiale për të përshpejtuar parafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Ai veçoi bashkëpunimin me Mira Muratin, shqiptaren që është një nga drejtuesit e OpenAI për të zhvilluar një model inovativ që po ndihmon Shqipërinë në këtë proces. Kemi ndërtuar një ekip dhe kemi krijuar një model të suksesshëm të inteligjencës artificiale për negociatat, duke na ndihmuar jashtëzakonisht për të transferuar korpusin ligjor të Bashkimit Evropian me atë shqiptar në vend që ta angazhonim një ushtri përkthyeshish dartuesish paraprak, theksoi Rama. Ai rikujtoi se Mali i Zi nisi negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2012, Serbia në vitin 2014, ndërsa Shqipëria vitin e kaluar. Megjithatë, synimi i qeverisë shqiptare është që brenda vitit 2027 të përmbyllen negociatat, duke afruar vendin më pranë antarësimit të Bashkimit Evropian.